Klubi futbollit Kamioni bëhet gati për ligën e dytë dhe ka angazhuar disa futbollistë cilësor. Padyshim se ndër prurjet më të rëndësishme është Arsim Llamallari, ish futbollist i Sileksit, Besës së Dobërdollit dhe së fundit Shkëndijës së Haraçinës. Pjesë e ekipit të Kamionit tani është edhe Indrit Sakipi nga Akademia e Futbollit të Shkëndijës, i cili në kampionatin e kaluar ishte pjesë e Teteksit. Gjithashtu edhe një futbollist që ka dalë nga Akademia Kuqezi i Bashkuar të Kamionit, bëhet fjalë për Albion Musliun, i cili është dëshmuar në reprezentacionin e Maqedonisë së Veriut në moshat nga U15 deri në U19. Pjesë e Kamionit është edhe portieri Bujar Abazi, i cili ka qenë pjesë e Akademisë së Shkëndijës dhe KF Gostivarit kur ishte në ligë të parë, si dhe Amin Shaqiri, i cili ka qenë pjesë e ekipeve Renova, Shkëndija dhe Reqica. Pjesë e Kamionit së fundmi është edhe futbollisti me përvojë të madhe Argjend Ziberi, që ka qenë pjesë të gjithë klubeve tetovare dhe KP Sharit në Kosovë. Ekipi me përgatitje për sezonin e ri në ligën e dytë do të starton nga java e parë e korrikut.